sikur ti që nuk del nga profesioni jëtë, të më thonë, sa dushën me cilë ti nuk del nga kriteret, cilat ti ke batit, cilat ti ke fitu me ko, me libra, me trajnime, me edukume, dhe më thonë, nuk duhet dalë nga se ne nuk bëjmë përsheja, ne vetëm kush ka mundësi e vëzit përshen, po jo, ne nuk e marrojmë përshen, nuk e bëj asu në regullat si do të duket një hund, as si do të bëhet një operacion, qëfar dë qoftë estetik, dhe më thonë, po, ju të bëhet hundës që është bërë para 5 vite, po të bëhen update-at profesionale. Ju bëjnë përshtypje njerëzit që dalin në ekran, që i shihni ka mos se si kanë pamjet, ku i kanë defektet. Se mu kur më shikove, ma gjetët defektin, në më thënë me njerë. Fatkesisht deformim profesional, dashtës dëbim. Deshtës dashte, jeton me këtë deformim. Sy, po mandej, a thua se të unë varet nga ty. Të më thonë, po ti më dha tash hapësirën dhe fola. Kështu për ndrysh e shot, dhe dikush po nuk me ndaj. Zonjat po i përshëndet si kemë brape, kom pas një rast të rgoj një që nuk e harroj kur, një zonjë me 73 vjeç, 73 vjeç, shqiptare, tu jetu në Prishtinë, ka orë dhe ka bua facelift në largimin e rrudhave të ftyres, me 73 vjeç, shqiptare, tu jetu në Prishtinë. Sigurisht ka 5-6 vite. 73 vjeç. Po, 73 vjeç. Bëri përshtypje Michael Jackson i 50 e sa herë hundën. Ke pas raste kur dikush disa herë ka ardhë për ti me bo hundën, sa herë mas shumë ti? Zakonisht ta shtërgoj edhe kur e ben hunden, ndoshta 50% është puna jote, 50% është mbaret sa pacienti respekton këshillat. Për shembull, të një hund, kur operohet hunda, një vit minimum nuk guxon të mbaj syza, nuk do të mbaj syze. Du të jetë shumë i kujdesshëm që mos të lëndohet. Sidoqoftë gjithë pacientat e mi, sidoqoftë që ndodh, qoftë se ndodh diçka nuk është, do të thonë nuk shkon si duhet, mirë po isha ndi shumë i kënaqur qoftë se më kishte tërgu drejt atë. Se sa duke do të jetë dina u lëndua ka qitë syze sane, po sidoqoftë ndodh korrigjimi, po kisha qenë i lumtur kur më kishte tërgu drejt. Jo më thonë që ka ndodh ashtu ose kështu. Prap thash, do të thonë ndoshta një 50-60% është puna, pjesa tjetër varet sa i respekton. Shëndet. Pjesë e gripit. Do të vazhdojmë me marketing dhe kthehemi në pjesën tjetër.